Klubi i futbollit Shiroka ka fituar bindshëm me Adriatikun, 9-0. Ndeshja e luajtur në stadiumin Reshit Rusi të Shkodrës foli e gjitha për djemt e drejtuar në trajneri italian Emiliano Bonazzoli. Sfida e vlefshme për javën e 13 të kategorisë së dytë, grupi A, ka prezantuar një Shirok të mirë organizuar në të gjitha hallkat e lojës, duke lënë prapa atë humbje të pësuar javën e kaluar në transfert me Luzin 2008. Një fitore kjo, që vjen në një javë që dy rivalet e kreut të tabelës së klasifikimit, Beslidhja dhe Sopoti, janë përballur së bashku, ku ndeshja në fjalë është mbyllur në barazim 1-1. Barazim ky, që shkon në favorin e Shirokës, e cila me 3 pikët e marra, tashmë e ka ngushtuar diferencën me Sopotin e vendit të dytë në vetëm 1 pikë, ndërkohë që me Beslidhjen diferenca është 4 pikë. Siamo stati bravi a cancellare la Djemtu treguan të zot të tejkalonin humbjen e javës së shkuar, dhanë lojë të mirë dhe rezultat në këtë ndeshje, e vendosën çdo gjë që në pjesën e parë. Për një javë kanë filluar të njohë lojtarët dhe cilësinë e tyre. Nuk është e lehtë në 7 ditë që të njohësh të gjithë lojtarët më së miri, por kam parë përkushtim prej të gjithëve që të më përgjigjen në kërkesat e mia. Ndjehem mirë në këtë përvojë të re, nuk është e lehtë të vish kur kampionati ka filluar, por do të bëjmë me të mirën. Pasi e dija që Shiroka është ekipi fort dhe ndodhet e treta në klasifikim, do të rrisim nivelin për të kapur vendin e parë dhe çdo gjë hap pas hapi. Presidenca kërkon të rrisë cilësinë dhe ka sjellë lojtarë të mirë, prandaj secili duhet të jap maksimumin për të arritur objektivin. Ne duhet të shohim veten, të fitojmë të gjitha ndeshjet, pastaj në fund bëjmë llogaritë të tjera, por fusha është kryesorja. Qëllimi ynë mbetet të luftojmë deri në fund. Pak na kishim vlerësuar ndeshjen si gjithë tjerat, mas një hapi fal që kishim në luz, në duhet e ky fitore, ky rezultat për merr këty besimin në ekip, me vazhdu me përpara. Atmosfera është shumë e mirë, në fakt pavarësisht ndeshjes që lamen pas me Luzin, shpresojmë që ta rikthejmë prapë atmosferën që ka kena besim dhe të ecim përpara, ti marrim ndeshjet 1-1. Edhe të shojmë fund. Pak për ne është një luks i madh, kena një trajner italian që ka luajtur shumë vite në Serie A, ka luajtur për kombëtarën e Italisë. Shpresojmë që të na ndihmojnë sa më shumë që të lozim si teknikisht si taktikisht dhe të na shërbejnë për ekipin. Në fakt rezultat pozitiv mund të thotë është për ne se kanë lënë 2 pikë të dyja skuadrat, nuk janë shkut, ne na afruan, na bëjmë ndeshjet tona, të ta shohim ndeshjet direkte që kena me ta, ta shohim si ecin. Që ndeshjet direkte do ta vendosin kampionatin. Kampionati luhet mes tyre 3 ekipeve, besojnë deri në fund, që ta shohim.